Të dashur miq, konflikti që kemi brenda Partisë Socialiste midis Spiro Palit dhe kryeministrit i ngjan atij çifti i cili divorcohet, por vazhdon dhe jeton akoma në një shtëpi, duke thënë që jemi bashkë vetëm për fëmijët. Për fëmijët në këtë rast është pushteti, janë interesa të përbashkëta që ata kanë, janë kaq shumë të mëdha saqë nuk mund të ndahen. Dhe konflikti është postuar sot në rrjetet sociale, ku i përgjigjen njëri tjetrit në distancë, si dy adoleshentë, të cilët ishin të dashuruar dhe sot janë zënë. Kjo tregon se sa e papjekur është politika shqiptare, kur Spiro Pali e quajti Skënderbeun e Shqipërisë Edi Ramën. Sot Edi Rama është kthyer Hamzai i Shqipërisë. Por Spiro Pali ka dalë nga profili i Partisë Socialiste, duke punuar për rritjen e saj personale të profilit politik, duke u përgatitur për një rol më të rëndësishëm nesër, sepse përplasja dhe plasja brenda Partisë Socialiste sapo ka filluar dhe shpresojmë shumë që tjetë çdo ditë më tepër më e madhe, për t'i dhënë dhe për t'i hapur rrugë një ndryshimi që i ka marrë frymën këtij vendit 12 e kusur vjet. Sepse nuk besoj se mund të ketë një klasë politike kaq anti-shqiptare sa janë këta, kaq korruptuar dhe kaq të degeneruar sa janë këta, që të punojnë me mishë e me shpirt çdo ditë më tepër kundër interesave të vendit, kundër interesave të shqiptarëve.